Masat dhe rekomandimet kundër ndotjes së ajrit në Shkup dhe Stromiz janë ndërprerë, pasi sipas autoriteteve përqendrimet e grimcave PM10 kanë rënë nën pragun e alarmimit. Sipas Ministrisë së Mjedisit, epizodi i tejkalimit të vlerave alarmante është mbyllur, ndërsa paralajmërohet vazhdimi i monitorimit të cilësisë së ajrit. Por edhe përkundër faktit se masat janë ndërprerë, qytetarët edhe sot mbanin maska për mbrojtje nga ajri i ndotur, ndërsa më të moshuarit thonë se detyrohen të mbyllen në shtëpi. Se štitam da, zato što me eptenje mnogo zagađeno. Ja dođem od kisela voda pa tamo pa mnogo, znači ne se peče na grlo peče. I moram vaka. Ete, to je to. Gadno strašno. A pogotovo za deca, imam bebinja malečki, mi je stavi prozor da otvoram. Па не знам, нека си ги прашат, например, Лондон, како е решил маглата, како ги решиле во Словенија, не мора да одидат до Англија, нека појдат во Словенија, нека ги прашат словенците како го решиле нештото, нели? Како им е таму почисто, како е не е испора сфрлано и така натаму. Што да ти кажам, јас сум од Скопска Црна Гора, од Љубанци, таму сега доаѓам, таму е многу подобро. Почисто е, почисто всичко. Иако има малку магла, ама чиста, нели? По-високо и така. Sipas të dhënave të fundit të platformës ndërkombëtare për monitorimin e ajrit, IQ Air, cilësia e ajrit në Shkup është e keqe dhe në nivel të lartë të ndotjes me përqendrime të larta të grimcave PM2.5 dhe PM10, që të i kalojnë nivelin e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.